Pse të mos e bëjmë, është pyetja me të cilën është drejtuar edhe sot Albin Kurti, kryetari të LDK-s Lumir Abdigjikut, të cilin e ka ftuar për herë të tretë që së bashku të formojnë koalicion për formimin e qeverisë. Për herë të tretë, Albin Kurti ka dërguar një letër për kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjikun, tani për një koalicion mes dy partive. Në kërkesën e tij, Kurti shprehet se nuk ka pasur asnjëherë problem me Abdigjikun dhe se koalicionet bëhen pikërisht ndërmjet atyre që kanë dallime. Si kryetari i lëvizjes vetvendosi dhe kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës, jam i interesuar dhe i vullnetshëm për marrëveshje politike me LDK-n, thuhet në letrën e Kurtit. Ne sigurisht që kemi dallime në bindje politike e në politikat qeverisëse, por koalicionet bëhen pikërisht ndërmjet atyre që kanë dallime, duke vendosur të drejtat dhe nevojat e shtetit dhe të qytetarëve si prioritet, thuhet më tutje në letër. Ai gjithashtu ka theksuar se një bashkëpunim i tillë është i preferuar nga votuesit e dy partive. Përpjekja 11 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës ka dështuar pasi nuk u arrit kuorumi i nevojshëm për të vazhduar seancën. Për herë të tretë, partitë opozitare PDK, LDK, AAK dhe Nisma kanë refuzuar kërkesën e deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje Avni Dehari për të propozuar antar për komisionin që do të merret me organizimin e votimit të fshehtë në Kuvendin e Kosovës. Seanca konstituive do të vazhdojë të mërkurën në orën 10.